Në ditën botërore të autizmit, shqetësim është rritja e rasteve të fëmijëve të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik. Edhe në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe në Fier, nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të qendrës Endri Lulaj, aktualisht numri i fëmijëve autik që trajtohen është 23, 3 prej të cilëve janë regjistruar vetëm brenda javës së kaluar. Nga viti në vit, fëmijët që trajtohen në qendrën Horizont, që trajtohen me spektrin e autizmit, ka ardhur në rritje. Ku në vitin 2022 kanë qenë 15 fëmijë, në 2023 16 fëmijë, në 2024 20 fëmijë. Vetëm javën e kaluar kemi pasur 3 raste të reja në komision, të cilët vlerësohen nga specialistët tanë edhe fillojnë të trajtohen. Qendra Horizont ofron shërbim për të gjithë bashkinë e madhe të Fierit, ku kryesisht janë pjesa më e madhe fëmijëve, por dhe për bashkinë Patos, Roskovec, Mallakastër. Pjesa më e madhe fëmijëve që trajtohen në qendër i përkasin gjinisë mashkullore, ku kryesisht bëjmë pjesë spektri autizmit, sindroma Down dhe të gjithë diagnozat e tjera. Mospranimi nga ana e prindërve mbetet një problem shqetësues për psikologen Lumturi Vruho. Do doja shumë që prindit të ndërgjegjësohen dhe ta pranojnë, ku shikojnë disa etapa të zhvillimit të fëmijëve që nuk janë të rregullta, ose mund të themi nuk janë normale. Për shembull, në 18 muajsh, fëmia mund të japë buzëqeshjen e parë sociale, mund të vendosë kontaktin pamor, mund të përqendrohet në diçka që mund t'i japësh. Nëse ti shef që nuk i bën këto gjëra, atëherë kuptojmë që diçka nuk ecën mirë. Dhe menjëherë do të jemi të interesuar të konsultohemi me mjekun pediatër, të bëjmë një vlerësim dhe pastaj mund të ofrohemi të bëjmë biseda dhe konsulta me specialistët përkatës.